Ta korrigjojmë vendimin e gabuar të Kuvendit të Republikës Kosovës. Kthye në votim, pse s'u rikthye në votim raporti? Për arsye se ai raport është rrëzuar një herë. Siç e pat kryesuesi i seancës konstituive e pezulloi apo e ndërpreu këtë seancë për faktin se në takimin konsultativ në të cilin ishim të pranishëm të gjithë përfaqësuesit e partive politike, nuk pati asnjë konsensus. Pra kishte qëndrime të kundërta me njëra tjetrën. Në këtë drejtim, më duhet të theksoj faktin që letra që presidenti Osmani ka drejtuar tek kryesuesi i seancës konstituive kërkon që të gjejmë zgjidhje për të mos u bllokuar konstituimi i Kuvendit të Republikës së Kosovës. Dhe për ta gjetur këtë zgjidhje, duhen konsultime. Pra nuk mund të vim të një zgjidhje pa pasur paraprakisht konsultime ndërmjet partive politike. Ne sot ishim të gatshëm që të japim kontributin ton për zgjidhjet e mundshme që mund t'i kemi para vetes. Unë isha e pranishme në këtë takim, bashkë me mua zonja Kusari Lila, në të cilën jam bashkë edhe në këtë konferencë, dhe Saranda Bogujevci. Pra, ne si subjekt politik, si parti politike, duam ta korrigjojmë vendimin e gabuar të Kuvendit të Republikës Kosovës. Pra, kemi plot vullnet që ai vendim të korrigjohet, por duhet të shohim se cila është mënyra për ta korrigjuar atë vendim, duke pasur parasysh që as me rregullorën e punës Kuvendit, as me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, as me ndonjë ligj tjetër në fuqi, nuk është e paraparë një situatë të tillë, duket që ligjvënësit ose deputetët të cilët e kanë hartuar rregullorën e punës së Kuvendit nuk e kanë paraparë një situatë siç ka ndodhur në një moment të tillë kur Kuvendi vendos mos me i verifiku mandatet e deputetëve të cilët janë certifikuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Pra ne do t'jemi sërish në seancën që është thirrë nga kryesuesi Dehari, kemi edhe një herë vullnet të plot që të propozojmë edhe mënyra se si duhet shkuar tutje. Unë më herët e përmenda njërën nga ato. A do t'jetë një komision i ri për verifikimin e mandateve, apo komisioni që e ka kry këtë punë herën e parë, ta bëj sërish përgatitjen e raportit të ri që do ta sjellë në Kuvendin e Kosovës, është një çështje që mund të diskutohet. Çfarë duhet të ishte një proces i thjesht i votimit, më shumë teknik se sa politik, me të cilin të gjithë deputetët e Republikës, të cilët kanë marrë mandatin nga qytetarët e Republikës, e konfirmojnë vullnetin e tyre për aktivitetin e tyre si deputet me një votim, e kanë vendosur në një rafsh politik dhe kanë shprehur në një farforme jo vetëm pabesinë e tyre për ato mandate, por gjithashtu edhe mos pranimin e rezultateve. Zgjedhjet kanë qenë me një rezultat të qartë, si në vitin 2021, si në vitin 2025, një ligj që nuk votohet në Kuvend ose që rrëzohet në Kuvend, siç është rrëzuar certifikimi i mandateve, duhet 3 muaj që pastaj t'i kthehet Kuvendit. Ne nuk kemi një legjislacion që e tregon që në rast të rrëzimit të dosjes ose raportit të Komisionit Qendror Zgjedhor, edhe një herë po e ritheksoj, i vetmi institucion përgjegjës për verifikim dhe certifikim të zgjedhjeve dhe mandateve është Komisioni Qendror Zgjedhor. Grupi punues mblidhet për të bë një verifikim formal mbi prezencën e deputetëve në sallë dhe natyrisht mandateve të cilat janë pranuar dhe bëhet betimi i deputetëve. Që është kjo padituri sistematike, që janë këto gabime të vazhdueshme me cilat synohet të kontestohet çdo gjë, me një fakt banal. Pse shkon kryeministri apo ministrat në zyrë? Cila është krenaria të zbrazën zyret dhe të mos jenë këta në funksion? Të vazhdojnë, veprimin politik e kanë. Me njëherë pas betimit, futet në votim kryetari i Kuvendit dhe pastaj kryesia e Kuvendit dhe pastaj qeveria. Aty shihet vullneti i tyre për të mbështetur apo për të mos mbështetur. Në situatën si po vazhdon, sinqerisht, ne nëse vazhdon në këtë mënyrë, atëherë duhet gradualisht të konsumojmë kohën dhe në momentin kur e shohim që s'ka zgjidhje tjetër, t'i drejtohemi prap subjekteve, t'i themi të ulemi atëherë në tryezë të diskutojmë për zgjidhje tjera. Pse s'u rikthye në votim raporti? Për arsye se ai raport është rrëzuar një herë.
Procedura parlamentare thot se një dokument i cili ka qenë i verifikuar, i nënshkruar, i votuar në parim njëjtë sikur se ndodh me ligjin e komisione. Ju ka prezentu seancës, në të cilin ka pas quorum, 109 deputet kanë qenë prezent. Ai është rëzu me vot, ndërsa për procedurën tutje duhet të deklarohen. Nuk munden me thonë veç hedhen votim, për arsye se nuk është kjo çështje e mungesës quorumit. Në mungesë të quorumit, dokumentet hidhen në votim kur arrihet quorumi. Ne kishim quorum, 109 deputet kanë qenë në sallë. Dokumenti është rrëzu. Tani, nëse opozita nuk dëshiron të bisedoj fare as siç çka do të bëj me atë raport, ose me atë dokument, po mbesim kështu, ose po drejtohemi, siç e përmenda më herët, për një palë zgjedhje të reja. O pyetje për ata pse nuk votuan. Pyetje për zotin Krasniqi dhe zonjën Regjeti.